Sigurisht që ka një përpjekje për t'i shmangur temat vërtet të rënda dhe ato problemet madhore që në fakt janë kapur me presh në duar, edhe pse preshin në duar të Duranës është paksa virtual, por vjedhja ajo është reale që të shkeme të. Eno Bozdo në kam këtë mëngjes, mirëmëngjes zoti Bozdo. Mirëmëngjes. Tani duket se po vjen në fakt edhe drejt duarve tuaja ky preshi virtual me cilin janë kapur eksponentët e qeverisë, veçanërisht tek ajo që kanë bërë tek Durana, e cila edhe ekziston si dëm në xhepat e shqiptarëve, por atje edhe nuk ekziston. Po kjo është e bukur. Çështja është mos ekzistoj, po dikush të marrë përfitimet. Dhe ky është parimi. Po kjo është mrekullik që kanë arritur të bëjnë. E kanë bërë. Për këtë duhet të heqim kapelen. E kanë bërë. Nuk e di se sa i shkon rasti të heqim kapelen si situatë. Ironike është dhe shpreha, por që e kanë bërë. Kanë zhdukur vepra publike, kanë zhdukur fakte, kanë zhdukur gjithçka, por parat i kanë marrë ama. Këtë e kanë bërë. Tani, se nga që në këto ditë e fundit edhe fugona të shumt po heqin dokumenta nga kryeministria. Ti rikthemi pak çështjes së Duranës dhe Akshit. E para një duket sikur ka një paralizë në hetimet që po bëhen dhe në veprimet që po kryen në kuadër të këtyre hetimeve, ende nuk kemi të arrestuar të rinj konkretisht me Duranën sot që po flasim në këtë 13 shkurt 2026. Çfarë po bëhet atje? Çfarë po prodhohet? Çfarë teknologjie, çfarë inovacione? Durana nuk ekziston. Okej. Është njësoj sikur më them që kam është eksakt. Është njësoj sikur më them që në këtë studio un kam nuk e di, një pallat që nuk ekziston. Bombën atomike. Por ama në sajt të konceptit apo të shpikjes konceptit virtual, pra ti mund të jesh gjithandej të regjistrohesh virtualisht në Durana dhe pastaj të përfitosh gjithë llojet e lehtësirave, të tëra lehtësirat të marrë gjithë së bashku, nuk është vetëm një lehtësi. Praktikisht je për 15 vite i përjashtuar nga çdo lloj detyrimi ndaj shtetit. Për 15 vite. Për 15 vite. Përjashtimi nga TVSH, përjashtimi nga tatim fitimi, përjashtimi nga tatimi të ardhët personale, të punëtorëve. Dyfishimi lekëve kod, domethënë në është një grop që domethënë ata që e kanë, shikoni, duhet ta trajtojmë ndoshta më ndryshe. Durana është një skem që është shpikur për të vjedhur. Çka do të thotë? Që ditën e parë. Nuk jam i sigurt që ditën e parë, por jam i sigurt që do t'ja shpjegoj pse, që nga fillimi i vitit 2025, që nga 9 janari 2025. Pse me datë fikse? Sepse më lejoni t'ju a them. Në 2022 qeveria shqiptare miraton një ligj për funksionimin e parqeve teknologjik, ngritje e funksionimit parqeve teknologjik. Dhe më pas ka dhe një vendim Këshillit të Ministrave që pason ligjin që detajon. Ligji përcakton të drejtat, detyrimet dhe përjashtimet fiskale. Nëse ti mund argumentosh në këtë projekt ligj që përjashtimet fiskale janë shumë apo pak, gjithsesi ligji është korrekt në thelbin e tij. Përcakton një fush, një sektor zhvillimi dhe e përjashton nga taksat, e stimulon për ta lehtësuar, pra për ta futur më thjeshtë dhe për ta ndihmuar të hyjë në treg. VKM-ja që del në zbatim të ligjit, një vit më vonë, 2023, është gjithashtu korekte. Deri këtu, koncepti i zhvillimit të parkut teknologjik në frym të ligjit dhe të VKM-s është lidhur ngushtësisht. Dhe nuk u kritikua në fakt në periudhë. Dhe nuk u kritikua. Është lidhur ngushtësisht me të qenurit prezent, me zhvillimin e një aktiviteti real brenda kufive natyror të parkut. Po, dhe atje u bë konferenca në Xhavzota u bë. Dhe ashtu tha, do ndërtohen kapanone, do vinë këtu, do punojnë etj. Deri këtu jemi, le të themi, kuazi në normalitet. Do të them pse kuazi dhe jo normalitet, po kjo është një temë tjetër.